300.000 euro, në s'ko kena me shti. Nuk ki nevoj me shku në Zvicër për me ble vill zvicrane. Mjafton me ardhë në zemër të Novobërdës e me i ble këto 2 super villa të cilat ne jemi duke i shitur tani. Nuk janë me 1 ari, 2 ari, 3 ari. I ki me 18 ari tokë. Vetëm që kjo hamari i bën 300.000 euro. Edhe pak dit në s'ko kena me shti. Kjo është villa e parë prej 50 metra katror. Është e punune me 2 materiale që i rezistojnë kohës. Gurit dhe drunit. Villa është 1 katëshe e hapur komplet. Distancën e ka prapërsisht 5 metra. Është 90% e punëve në këtë villë janë të përfunduara. Këtu e kemi edhe 1 dhomë gjumi, 1 banjo këtu dhe pjesë ku vendosen bojleri, lavatriqja e gjana të tjera. Këtu jenë pjesa e kuzhinës, kamini dhe qëndrimi ditor është këtu. Kjo villa elegante ofrohet përshitje me 5 ari tokë në vlerë 99.000 euro. E villën e madhe shkojmë tash e shohim. Kjo është 160 metra katror, i ka 6 ari tokë. Mund ta blesh të vetme ose bashk me villën që sapo e patë. Mirë po përveç këtyre dyve, ne mund t'ja ofrojmë deri në 18 ari tokë bashk me këto 2 super villat. Çdo detaj i këtyre villave është më i mirë se tjetri. Villa është e rregulluar komplet sa i përket dokumentacionit. Shitet në gjendjen që shihet. Ju ftoj vetëm me ardhë me e vizitu, e pastaj mundini me e marrë mundin e me thonë a është shtrejt, apo pse është ky çmim kaq i volitshëm. Çdo çosh i kësaj ville është më i bukur se tjetri. Salloni, kuzhina, 2 dhomat e gjumit lart, pamja fantastike prej villës, është vërtet magjepse. Villë të dytë, sikur kjo, nuk mund të gjesh në Makresh. Krejt çka duhet t'i ketë 1 dhomë çiftit është hapësira dhe privatësia. Përveç këtyne 2 javë, kjo e ka edhe saunën dhe jacuzzi i cili do të montohet këtu. Halemet veçantë, dhomën e çiftit e bën edhe pamja unike nga balkoni i kësaj dhome. Kjo dhomë e gjumit i zen 6%. Villën e vogël edhe çmimin ua tregum. Kjo villë me 6 ari çmimin e ka 199.000 euro. Nëse e blen villën e madhe, villën e vogël me 11 ari tokë, çmimin e ka 270.000 euro. Mirë po nëse e blen me 18 ari tokë, çmimi është 299.000 euro.